Ditën e sotme kam kënaqësinë të kem të ftuar djalin e Tahir Sinanit, dëshmor i kombit shqiptar, në fakt jo vetëm i Adheut, dhe këtë intervistë e zhvilloi pas një publikimi që kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste zoti Balla bëri një liste ku në atë listë thuhej se disa prej ushtarëve të çimtar të ushtrisë së Kosovës, përfshirë dhe Tahir Sinani, ishin paguar për këtë luftë. Rezart, falenderoj shumë për këtë intervistë dhe që pranuat që t'ishit me mua për të dhënë versionin tuaj dhe që shqiptarët në fakt ta dinë se realisht cila është e vërteta. Parimisht ju falenderoj ju për ftesën, edhe ishte domosdoshme që ta pranoja. Normalisht edhe ta diskutojmë së bashku, të nxjerrim atë që është e vërtet, të heqim ato shpifjet nga ekranet dhe nga çdo shkrim tjetër që mund të jetë shpërndar apo ku ta diun, të farsa. Rezart, si u ndjet kur dëgjua që kreu i grupit parlamentar po themi ka akuzuar, ka publikuar një dokument ku ndërto thuhet që babai yt, pra dëshmori i Adheut Tahir Sinani, është paguar për luftën që ka bërë, që në vetvete i bie që të jetë paguar për vdekjen. Pikërisht dhe cekët saktë të fundit, sepse të jesh i vetëdijshëm për veprimet që ndërmerr në një situatë të atill siç ka qenë në kohën e luftës së Kosovës, dhe të thuash që është paguar, të thuash që është mercenar, edhe të thuash që Tahir Sinani është dëshmor i kombit pas gjithë atyre shpifjeve, të them, kjo është zotëria në fjalë e nxjerr veten pikë pari gënjeshtër. Si u ndjeva? Të them drejtën, është çështje krenarie më shumë se sa ndjej diçka tjetër. Jam rritur me krenarin përpos dhimbjes, dhe krenari më ka mbajt çdo moment, që nga dita kur i mat më ka lënë dhe deri më sot. Dhe sipas të nderuarit Taulant Balla, i bie që unë të jem rritur me fondet të lëshuara për një mercenar, ndërkohë që i mat më ka lënë 5 vjeç. Në atë kohë kur Taulant Balla me shok, nuk e di se ku mund të ketë qenë, ndërkohë që Taulant Balla me shok, fëmijët e tyre i ka rritur e shumë kushte, e shumë lloj soi, ç'të them, është e turpshme. Atëherë kur i mat luftonte me plumbin, Taulant Balla luftonte se si t'i paloste milionat bashkë me ata zotrinj tjerë që përfaqësojnë të ashtu quajtur parlament shqiptar. Ky është Taulant Balla. Dhe nëse do të di më tepër Taulant Balla, ka ku të pyes, ka ku të adresohet. Qofse babai im do ishte mercenar, shtëpia ku aktualisht jam sot në Prizren do ishte ndërtuar nga aparatë e mercenarit, por nuk është. Shtëpia në të cilën aktualisht jam është ndërtuar nga bashkëluftëtarët e tij, nga ushtarët e tij, është ndërtuar nga gjithë secili qytetar i Kosovës apo i Shqipërisë që kanë ndier të japë sa do pak kontribut për familjen e Tahir Sinanit. Është ndërtuar nga ata që me të vërtet e kanë respektuar babain tim, me të vërtet e kanë ndier. Edhe nëse zoti Balla mendon që Tahir Sinani ishte mercenar, le të hulumtoj. Le të kontrolloj se çfarë pasurie ka lënë Tahir Sinani, se çfarë pasurie kanë fëmijët e Tahir Sinanit, vëllezërit e Tahir Sinanit, nipat, mbesat. Le të hulumtoj ku të doj. Pasurinë më të madhe që i mat ka lënë është krenaria, më ka lënë të jetoj me fytyrë të pastër, me kokën lart,
dhe i tillë do jem gjithë jetën. Nuk e ul kokën as para Zotit Balla, nuk e ul kokën pas asnjërit, pas Ballës, as para Ballës, as para askujt. Jam shumë i pastër dhe jam shumë krenar që kam pas baba Tahir Sinanin, komandantin e 3 luftrave, dhe jam shumë krenar që nuk më ka lënë njoll. Nuk më ka lënë njoll. Po më ka lënë rrugët e hapura që t'jetoj me dinjitet, që t'jetoj me pastërti të plot. Unë që kur kam qenë i vogël e kam pas dëgjuar këngën e Tahir Sinanit edhe ndryshe nga shumë luftar nuk ngeli vetëm te lufta e Kosovës, po ai vajti dhe ra dëshmor pikërisht në luftën e Maqedonisë. Ky pikësparje është turpi më i madh që është përfol ndonjëherë në lidhje me luftën e Kosovës, me luftën e ndershme e çlirimtare të Kosovës. Jo që është i madh, por kushdo që të ishte pjesëmarrës, sidomos dëshmor i luftës së Kosovës, është turp për atë që e mendon pikëspari të flas diçka të tillë e jo më për atë që e nxjerr nga goja një llaf të tillë. Nëse do të di Taulant Balla, Tahir Sinani ka lënë punën, Tahir Sinani ka lënë fëmijët, gruan, nënën, vëllezërit, motër për të marrë pjesë në luftën e Kosovës. Ashtu siç vetë në një intervistë në Kukës e ka deklaruar, thotë doja t'i shtoja një pushk më shumë Kosovës. Tahir Sinani pikëspari është takuar me Azem Sylen 2 ditë pa marrë rrugën për në Kosovë, me qëllim dhe me ideal të patundur, të palëkundur, dhe më pas, siç oficerët e Shqipërisë i caktonin fillimisht për stërvitjen e ushtarëve, nga që kishin informata më shumë rreth luftës, rreth gjërave që duheshin bërë në atë kohë, i madh ka kërkuar vetë personalisht që të marrë pjesë në aksion, edhe aksioni i tij i parë ka qenë tepër i suksesshëm. Ka dëshmitar gjallë, janë gjallë akoma, është e freskët çdo gjë. Dhe që në atë moment i madh nuk e ka ndalur hapin për lirimin e trojave shqiptare dhe për bashkimin e tyre. Që nga ajo kohë deri në Maqedoni, deri në Ilirit. Mbaroi me Kosovën, vajti në Preshevë, Medvegjë, Bujanovc dhe së fundmi në Maqedoni në Tanush të Gostivarit ku dha dhe jetë. Kjo është e pafalshme, kjo është gjëja më turpshme që kam gjuar ndonjëherë. Nuk mund t'ia fal Taulant Ballës një të tillë shpifje dhe të mundohet të përlyejë i madh që madhështinë e tij ai as deri te maja e gishtave nuk e arrin dot. Kam dëgjuar një intervistë të Recep Selimit, i cili në mos gaboj ka qenë dhe autori i tekstit këngës. Në mos gaboj, ndoshta edhe gaboj. Që thotë ka qenë i vetmi, thotë që kur ka ardhur për të qenë pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk ka pranuar që të po themi ti stërvis, se zakonisht oficerët dhe ushtarakët që vinin nga Shqipëria futeshin që stërvisnin ushtarët në Kosovë, duke qenë se s'kishin po themi një ori ushtarake. Po. Dhe Selimi thotë që nuk ka pranuar që ti stërvis, duke thënë që unë s'mund dal para ushtarit nëse nuk provoj vetë që të luftoj me ushtarët serb. Ishte çështja se në atë kohë kur i mat shkoi, lufta kishte filluar. Edhe nuk e ndjente veten të barabartë me ushtarët e tij, të cilët kishin provuar plumbat, kishin provuar luftimet, dhe nuk e ndjente veten dhe shpirti i tij nuk ndihej rehat pa marrë pushkën kundër serbit. Edhe së paku është të barazohet me ushtarët, ta provoj thonë ç'është lufta. Ke menduar të kontaktosh me zotin Balla? E kam menduar, them drejtën, e kam menduar, por nuk mund ta kontaktoj në atë njeri, sepse nuk kam arsye pikëspari. Kam shumë arsye, por nuk është arsye që unë ta thras. Ai për aq kohë
besoj e ka kuptuar gabimin pavarësisht se paftërsia e tij nuk e lejon së paku një ndjes të kërkoj. As publikisht, as personalisht. Nuk mund ta kërkoj atë dhe t'i them, shiko, e jam më kërko falje. Ai duhet t'i kërkoj falje gjakut që është derdhur për tokën shqiptare, për tokën dardane, Ilirit, në çdo cep. Duhet t'i kërkoj falje popullit shqiptar, kombit shqiptar. Andej këtë janë. Sepse Imat nuk luftoi vetëm për Kosovën. Imat nuk luftoi për karrige, nuk luftoi për pushtet, siç po coptohen sot, për një karrige po hedhin poshtë ata që derdhën gjakun, për një karrige hedhin poshtë familjen e tyre, pikë pari. E jo më me tutje. Nuk mund t'i kërkoj atij të më kërkoj falje mua. Ai t'i drejtohet gjakut derdhur për këtë tokë, edhe t'i përulet deri në pikën e fundit. A keni menduar që t'i shkruani kryeministrit për të pasur një qëndrim? Nëse kryeministri do ishte i vetëdijshëm se ç'do të thotë të jesh luftëtar i lirisë së trevave shqiptare, se ç'do të thotë të luftosh për kombin shqiptar, vrejtja e tij do ishte e para për zotin Taulant Balla. Nuk mendoj që duhet t'i shkruaj, duhet ta kontaktoj apo diçka tjetër. Unë nuk jam në faj që t'i kontaktoj asnjërin as tjetrin. Përpos pozitave që kanë, mua nuk më intereson pozita e tyre. Për aq kohë sa cënohet gjaku i Timeti, as nuk i llogaris as për post, as për njeri. A ka pasur që ju kanë kontaktuar pra qoftë bashkëlufttar të babait tuaj, po qoftë edhe qytetar të thjesht pas deklaratës zotit Balla? Reagimet kanë qenë shumëta. Dhe falë zotit, siç thash më parë, janë dëshmitar të akoma gjallë, dëshmitar të luftës, pjesëmarrë të luftës, bashkëluftëtar dhe ushtar të babait tim, ke prorë të luftës, dhe prorë të UÇK-s, të cilët akoma janë gjallë dhe e dinë historinë tel, siç i themi ne. Reagimet e tyre kanë qenë shumëta. Por diçka tjetër mua më bën përshtypje reagimi i zotit Hysnin Gucati, të cilin zoti Balla njeh shumë mirë, që dokumentet të tilla, qofshin apo mos qofshin të vërteta apo të falsifikuara, nuk ka rëndësi. Nuk ka bërë një reagim kryetari i shoqatës veteranëve të luftës. Përkundrazi, ai është munduar sadopak me ato dredhitë e tij ta mbrojë zotin Balla. Edhe zoti Balla sot në një intervistë tha që duhet pyetur organizata e veteranëve të luftës dhe dëshmorëve të luftës Kosovë, e më thënë tash. Madje ai shkoi deri aty sa tha që do ketë dhe një reagim. Pra, i bie që ai e di që do ketë një reagim. Reagimet do ketë deri në pikën e fundit. Dhe ne si familje nuk do ta falim asnjë gjysmë fjale, asnjë gërm kundër babait tim, kundër prindit ton, kundër vllaut, kundër birit, asnjë moment. Ka organe kompetente, të cilave mund t'i drejtohemi dhe ta ndjekim deri në fund. Nuk mundet sepse një shpifje e tillë nuk është ulje nuk do jetë kurse si, por nuk është ulje vetëm për babain tim, por për të gjithë ata që kanë dhënë jetën, për gjithë ata që kanë derdhur djersën, kanë derdhur gjakun për Kosovë. Si është të jesh djali i një dëshmori të dheut, pra sa i vlerësuar je nga, s'po flas moralisht, po flas kuptimin nga shteti, pra sa të vlerësojnë? Nga shteti, nga cili do shtet, si i Kosovës, si i Shqipërisë, vlerësimet kanë qenë minimale, të them drejtën. Kanë qenë
jashtëzakonisht minimale për atë pjesën që po më pyesni, se moralisht shumica e njerëzve, të paktën shumica e popullatës së thjesht janë mirënjohës deri në fund. Ndërsa personalitete ke shumë prej tyre që janë mirënjohës goxha tepër. Ndërsa si shtet, si Republikë e Kosovës apo e Shqipërisë, vlerësimi është minimal. Në Shqipëri është, mos them zero. Shqipëria asnjëherë s'e ka marrë mundimin të ketë një vlerësim, qoftë për timat, qoftë për cilin do dëshmor të luftës Kosovës. Kjo çështje është anashkaluar me të madhe. Kjo çështje është lënë pas dore me kohë. E vetmja gjë që kemi nga shteti i Shqipërisë është shpallja dëshmore e babait tim, asgjë më tepër. Ndërsa për pjesën e Kosovës, 17 vite pas rënies së tij, në altarin e lirisë, 17 vite më vonë është dhënë pensioni. Një pension si familje dëshmori, gjë e cila mua më duhej kur isha 5 vjeç, jo kur isha 20 e kusur. Më duhej atëherë kur gjaku im po mrriste, kur gjaku im po kujdesej për mua, dhe jo atëherë kur unë u bëra i zoti vetes, jo atëherë kur unë u rrita me mundë sakrificë, nuk më duhej atëherë kur unë mundesha me krahët e mi të jetoja. Më duhej atëherë kur e kisha nevojën më së shumti. Gjë të cilën asnjëra republikë nuk e ka bërë, as e Kosovës, as e Shqipërisë. Dhe mos thy pastaj Maqedonisë. Rezart, si ka qenë jeta pas humbjes së babait tuaj? Them drejtën, kemi bërë një jetë, flas në pikpamjen si mënyrën se si ka shkuar jeta, ka qenë një jetë normale, me sakrificat tona, me mundin ton, me çdo gjë tonë. Çdo ditë jam rritur me mungesën e tij, jam rritur me ato kujtimet e vogla sadopak, jam rritur me krenari tepër të madhe, sepse për aq kohë sa unë e di dhe e vlerësoj timat, e di që edhe shumë të tjerë e vlerësojnë tepër për atë çka ka bërë, dhe përpos gjithave krenaria ka qenë shumë e madhe. Përpos gjithave jam ndier i privilegjuar të jem biri i tij, dhe do jem krenar gjithmonë. Pavarësisht mundimeve që lloj llumi i shqiptarisë mundohet sadopak për buzë, për ul apo të përlyej, unë e di që rruga e drejtë asnjëherë nuk mund të devijoj. Gjithmonë do jetë rrugë e drejtë, gjithmonë do jetë krenaria që mban gjallë, dhe kurse si nuk do cënohet nga askush. Për këtë jam i bindur, sepse e di se kush ishte i madh. Çdo kush që ka qenë krah tij, çdo kush që e ka njohur, e din tepër mirë se kush ka qenë ai. E din tepër mirë që Tahir Sinani ka qenë i vetëdijshëm për çdo lloj vendimi që ka marrë, për çdo hap që ka hedhur, dhe qëllimi i tij ka qenë një dhe i vetëm. Nuk ka qenë përfitimi, nuk kanë qenë karriget që e folëm më parë. Qëllimi i tij ka qenë një dhe i vetëm, bashkimi i trojave shqiptare. Dhe nëse do i kishte dhënë Zoti jetë, të mbaronte në Maqedoni, ai do vazhdonte edhe në trevat tona, të cilat po quhen sot pjesë e Greqisë. Nga çamëria mandej. Ky ishte i madh. Kjo ishte mendja e tij, kjo ishte zemra e shpirtit të tij, bashkë me shumë bashkëlufttar të tij që nga lufta e parë në Kosovë deri në momentin që ka dhënë jetë.
Do të pyes dhe për akuzat që janë bërë ndaj Dritan Goxhait. Çfarë mendoni për këto akuza dhe sa qëndrojnë? Të më drejtën ajo pjesë është diçka krejt tjetër, sepse Zoti Dritan Goxhaj sot është gjallë. Së pari, pas jetën e gjatë, ai mundet vetë t'jap shpjegime, t'jap deklarime, mundet vetë ta vërtetoj apo ta kundërshtoj deklaratën e Zotit Balla apo të kushdo qoftë. Rezar, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi dhe më vjen shumë mirë që e bëm këtë intervistë. Dhe më vjen kaq mirë që Tahir Sinani ka lënë një djalë kaq të kulturuar dhe më bëi qefi që e zhvilluam këtë intervistë. Ju faleminderit shumë nga ju. Shpresoj që kombit ton t'i shtohen njerëzit atë dhe dashës. Shpresoj që kombi jon të pastrohet nga të pabesët, të pastrohet nga serbofilët, apo grekofilët, apo kushdo qofshin. Uroj shumë që kombi jon të ketë sa më shumë atë dhe dashës, të ketë sa më shumë të tillë njerëz që e duan flamurin, e duan gjuhën, e duan traditën shqiptare, dhe të ketë njerëz të tillë që historinë mos ta harrojnë asnjëherë, ta dinë kush ishim, ku kemi qenë, ku jemi edhe ku duhet të mbërrim. Ta dinë që ëndrat e çdo dëshmori, ato të cilët dëshmorët e dheut ton dhanë jetën, dhe pengjet e tyre janë ato të cilat ne i kemi harruar me kohë, duhet t'i përkujtojmë, duhet t'i ringjallim, duhet ta dimë që e vetmja mënyrë që ne të vazhdojmë përpara dhe të lëjmë histori është jemi të bashkuar dhe jo të coptuar. Qoftë majtas apo djathtas, çfarëdo lloji qoftë, mos të shohim karrigën. Karrigja është vetëm një pikë e cila na çorienton nga ajo çka ne duhet ndjekim faktikisht. Është pikë e cila na dredhon rrugën të cilën e kanë nisur luftëtarët me emër, e ka nisur Skënderbeu deri te Adem Jashari, e të shumë dëshmorë të kombit shqiptar, dhe të tillë rrugë ne nuk duhet ta harrojmë kurrë. Ti shkojmë rrugës së dëshmorëve të kombit, t'ia uçojmë amanetin në fund, dhe atëherë eshtrat e tyre pushojnë të qetë, atëherë ata janë të qetë atje ku janë, dhe do jenë me të vërtetë të gëzuar, të lumtur, edhe do jemi dhe vetë ne më së shumti, sepse të realizosh ëndrrën e atyre që sakrifikuan gjithçka për ne sot është madhështore. Është gjëja më e dur. Le të mos t'i shohim krahët, jo po majtas, jo po djathtas, le të mos i shohim ngjyrat, mos shohim ngjyra të tjera përpos ngjyrës kuq dhe zi, atë çka përfaqëson flamuri jon. Ato e kemi obligim. Të tjerat janë galimtare, të tjerat janë të ndruame. Nuk janë përjetshme. Kombi, flamuri, këto janë përjetshme. Rezar, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ju faleminderit juve. Çdo të mirë.